Zakonisht, sidomos në syfyr, konsumojnë shumë ujë që mos të shtohem gjatë ditës. Edhe kjo nuk është mirë, sepse mandej ki zgjem prej sa po bjen me flaj, deri në mëngjes një 2-3 herë dush me shku në banjo për shkak të ujit madh. Ujë duhet me pi prej iftarit deri në syfyr sasi. Ujnë duhet me menagju, thash, një gotë fillim. Normal lanë kemi me marrë dhe prej stupave dhe nëj qaj që pim mrapa, që preferohet qaj pa sheqer dhe qaj rusit, sidomos nuk preferohet në Ramazan. Për shkak që mundet me na ndikon në dehidrim, largon langjet për trupit, edhe në këtë rast neve nuk na duhet. As kafja nuk është shumë e preferume. Për shkak nëse pim një kafe në syfyr, duhet mi pi 2 deri në 4 gota ujë për me mujt me 2 gota për me kompenzu ujnë që largon kafja si diuretik, plus ekstra 2 gota është shumë. Mundësisht edhe me arrit qëllimin me reduktu kafe në është mirë mësë pi hecë Ramazan. Pe imaginoj ata persona që qohen syfyr e qesin qajin edhe penin lenen. Mos pini qajnë syfyr, ata e mbyllin syfyrin me qaj. Ata që s'mujnë hitë që shbile ta pin matlet edhe pa sheqer. Okej, matlet pa sheqer e zgasim dorën. Jo, ato nuk është që qajnë syfyr, po një shumë familjar që në syfyr nuk e nisin syfyrin pa qaj rusi.